Nabu, perëndia i njerëzimit ose krijuesi i njerëzimit. E di që për dikë kjo do duket një marrëzi, por ndiqeni me kujdes sepse disa studime janë bërë kohët e fundit, studime që kanë dalë në një konkluzion vërtet marramens. Kush është rastësisht e t'i bëj like faqes shiheni sërish dhe do t'ju tregoj për Nabu ose Nabu. Nabu ose Nabu ishte djali i Mardokut. Djali i Mardokut dhe bëhet fjalë që ishte ose jetonte në këtë planet në kohën e Mesopotamis. Mirë po nga zbulimet e kryera, kohët e fundit, dëgjoni me kujdese, nuk është se ka jetuar në ato vite kur na është thënë. Jo. Por ka jetuar rreth 128.000 vite më parë. Po, rreth 128.000 vite më parë, sepse ai kishte mbërritur në tokë rreth 200.000 vite më parë. E di që për dikë këto duken si marrëzithash, por ndiqeni me kujdes. Nabu ose Nabu tregohet sipas shkrimeve, sipas atyre që kishte studiuar dhe kishte gjetur në pllakat e sumere, Zakaria Sitchin, pas ti disa studiues të tjerë, një studiues nga Australia dhe të tjerë akoma, zbuluan disa fakte të çuditshme. E para, zbuluan që njeriu është bërë vërtet nga argjila, ose është bërë kombinimi me argjil, sepse duhet të dini që brenda ADN-s së njeriut është gjetur dhe, është tokë. Dhe nuk dihet se si është bërë ky kombinim, por tregohet që është një kombinim i inteligjencës së madhe ose i inxhinierisë inteligjente të një krijimi që ne nuk mund ta kuptojmë. Tani, sipas gjasave, sipas atyre që thoshte Zakaria Sitchin dhe thuhet dhe sot e kësaj dite, modifikimi u bë nga majmuni që u duhesh njerëzve, u duheshin njerëzit për të punuar, sepse majmuni ishte tepër ignorant dhe u duhesh një krah punëtore të ishte pak më zhvilluar. Dhe ata ndërhyrën me një inxhinieri gjenetike dhe modifikuan përveç gjeneve, modifikuan edhe trurin e njeriut me anë të inxhinierisë të sofistikuar dhe modifikuan përveç trupit, por edhe gjëra të tjera për shembull shikimi, perceptimi, çdo gjë që ne prekim, bëjmë dhe njohim botën sot, që me kalimin e kohës dal nga dal ndërhyrën edhe perëndi të tjera. Por pse mendohet që ishte Nabu si perëndia e njeriut? Është e shkruar. Është shkruar në pllakat sumere. Është shkruar që ishte ai që bëri ngjizjen ose modifikimin e specieve që gjendeshin atë kohë që ishte majmuni me diçka tjetër që thuhet që janë alien. Okej. Tani, pse e them këtë? E them këtë sepse duhet të ndajmë diçka të rëndësishme. Në të gjitha tekstet që ne kemi sot, që njohim sot, tekstet antike, sepse duhet të dini që gjithë civilizimi i njeriut është bazuar në tekstet antike, pra në tekstet e besimeve fetare. Pikërisht pra ato besime fetare, ato shkrime që janë bërë aty, vinë nga shumë gojdhëna, ose nga profeci, ose nga shfaqje të disa specieve që u ka thënë njerëzve ose ka përcjell tek njerëzit, sepse njeriu ka qenë vërtet në një ignorancë totale, por dal nga dal duke u shfaqur, duke u thënë njerëzve, ata i përcollën këto informacione që kanë ardhur deri sot. Mirë po, ishin pikërisht ato shkrime që bën zhvillimin e njeriut. Pra, bën zhvillimin që ne të shkruanim, të lexonim, të kuptonim dhe të njohim shkencat eksakte që njohim sot, sepse ne nuk i njihnim. Nuk i njihnim. Ishte pikërisht fal këtyre prifërinjve ose fal këtyre që thoshin profet, apo si të doni ju, që thoshin që kishin kontakte me disa që u thoshin ose i mësonin se si të bënin mjekësin, si të bënin matematikën e tjerë. Tani, në këto shkrime antike, shkruhet diçka që ndonjërit ndoshta i ka shpëtuar.
Aty shkruhet që njeriu, me një fjalë, u krijua sipas shëmbëllimit të Zotit. Pra, Zoti e krijoi njeriun sipas shëmbëllimit të tij. Pra, sipas tij. Kjo është tepër e rëndësishme. Vëllezër, motra, shok, miq, kjo është vërtet e tmerrshme. Sepse në qoftë se është zbuluar që në mënyrë, sepse nuk do ta them kurrë që është në mënyrë shkencore, por studiues të rëndësishëm kanë zbuluar që njeriu mund të jetë modifikuar, me një fjalë, jo njeriu, po majmuni mund të jetë modifikuar rreth 150.000 vite më parë, 200.000 vite më parë, dhe është bërë ai njeri që ne njohim sot. Atëherë na bën që të mendojmë që ato shkrime ku thuhet që Zoti krijoi njeriun sipas shëmbullimit të tij, mundet që ata të jenë këtu? Mundet që të jenë si ne dhe mos t'i kuptojmë, dhe të jenë mes nesh, dhe ti nuk do t'i kuptosh kurrë. A mundet të jetë kështu? Ai i madhi, Nabu, ai që krijoi njeriun, sepse mendohet që ai krijoi njeriun me urdhër të Mardokut, pra të babait të tij, sepse i dha urdhër që se ai kërkonte që të krijonte njeriun dhe ai donte një urdhër nga më i madhi, nga Mardoku, dhe Mardok i tha, "Okej, mund të modifikosh ta", dhe modifikoi. Okej, majmunin duke bërë njeri. Të paktën kështu ka dalë. Dhe tani dua të them që të pyes, po sikur ai të jetë këtu, sepse në qoftë se është diçka që ka krijuar njeriun, mund të jetë këtu mes nesh, ku ta dish ti? Nuk do ta kuptosh kurrë, sepse është si mua, si ty, mund të shndërrohet dhe si një tjetër, për shembull, të jetë si babai ynë, si vllai ynë, si kushuri ynë, dhe ti nuk do ta kuptosh kurrë. Si do ta kuptosh ti? Është njësoj sikur një qen apo një mace të thotë që dalet të kuptoj pak, nuk do të kuptoj kurrë qeni apo macja, apo pula, kushdo qoftë. Nuk të kupton sepse ti je diçka tjetër, je diçka që te kalon perceptimin e tij. Pra, të asaj kafshe. Nuk mundet. Sepse sado di që ti lëviz je diçka aty, okej, por nuk e ka perceptimin si njeriu. Dhe ne, në qoftë se kemi këtë perceptim kaq sa e kemi, që siç e kemi thënë, ne njohim vetëm 4-5%, ose 4 ose 5%, ne themi 10%, hajde, të botës që na rrethon. Dhe senset tona perceptojnë shumë pak në botën që ne jetojmë. Atëre, pse? Sepse qent, macet, secili percepton më shumë se sa njeriu. Dhe po thoshja, atëre pse mos të mendojmë që atje jashtë të ketë një specie më të zhvilluar që jeton mes nesh dhe mund të bëj çdo gjë me ty. Mund të bëj çfarë të i do qefi. Të jetë dikush tjetër, të zvendçoj një nga familjarët e tu, ose të zvendçoj një pris, një president apo çfarë themun. Ose mund të flasë edhe me dikë, ballë për ballë. Ashtu siç është. Dhe prapse prap ti nuk do ta, edhe sikur ta shohësh, ai të heq memorien në atë pjesës që vetëm të thotë çfarë ka, si thuhet ndonjëherë që dikujt i flasin kështu disa specie, dhe mund të heqë memorien dhe ti nuk e mban mend më, sepse ta ka prerë atë pjesës të vogël ku foli me ty ose komunikoi me ty. Që në qoftë se do komunikojnë, sepse ne jemi pula në këtë rast, pse duhet flasi me ne? S'ka shans që të flasi me ne. Në qoftë se do të ishte ndonjë diçka e rëndësishme, në qoftë se dikush për shembull duhet që të bëj diçka, një politikan, një shpiks, një fizikant, një shkencëtar. Pra, një njeri tillë që ka një influencë në një moment të caktuar që mund të ndryshojë rrjedhën e historisë për veten e tij ose për njerëzimin, ai mund të shfaqet aty dhe ti thot bëj këtë, ose mund mos ja thot fare, mund ta bëj dhe vet, duke hequr qafe apo duke edhe e larguar, dhe ose i thot edhe me anë të mendjes, me anë të mendimit. Pra, si do ta perceptojmë ne nëse është një specie tjetër dhe që ka krijuar ose ka modifikuar majmunin për të bërë njeriu ai që jemi ne sot. Si? Shiko, kjo pyetje më ka bluar prej kohësh, sepse është një pyetje tepër delikate, sepse shumë njerëz
janë larg këtyre argumentave dhe disa padyshim buzëqeshin ose ndoshta dikush dhe tallet, por këto janë për njerëz që me të vërtet kanë informacione dhe mund të diskutohet, sepse janë fusha që i përkasin një tjetër niveli. Tani, te atyre teorive që folëm më përpara, por përsa i përket këtij krijimit, ne nuk mund t'i marrim këto si budallëqe. Absolutisht jo. Sepse ne, sot, ne bazohemi në ato shkenca që u themeluan pikërisht rreth 4.000 vite më parë, 3.500 vite më parë. Pikërisht me atë matematik, me atë mjekësi, me atë fizik, me atë gjeometri, ne kemi ecur dhe vazhdojmë të esim akoma sot. Pse nuk shpikëm ne një tjetër forum matematike, një tjetër forum të fizikës kuantike, apo një tjetër forum të gjeometrisë? Nuk mundemi. Jo. Nuk mundemi sepse aq e kemi perceptimin. Atë na kanë dhënë, atë na kanë falur, kaq është. Ne përdorim vetëm 5%, ose njohim vetëm 5% të asaj bote që ne quajmë botë. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë? Ju përqafoj të gjithë, natën e mirë.